Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka folur në Qendrën Europiane të Politikave lidhur me mbështetjen e ndërkombëtarëve për SPAK-un. Dumani tha se BE dhe SBA e kanë mbështetur prokurorinë e posaçme përmes projekteve, programeve, por edhe nga pikpamja teknike. Patjetër që institucionet për të pasur vimësi kërkojnë një mbrojtje të mirë ligjore dhe kushtetuese. Aktualisht SPAK-u e ka të garantuar pasi kushtetuta dhe korniza ligjore e garantojnë këtë pavarësi. Por ne e keni pasur të nevojshme në punën tonë mbështetjen e BE-s dhe SBA-s. Mbështetja ka qenë përmes projekteve dhe programeve. Ka qenë edhe nga pikpamja teknike duke na ndihmuar me mjete dhe pajisje. Por ndihma më e rëndësishme ka qenë marrja në mbrojtje e institucionit. Deklaratat publike të bëra nga përfaqësues të BE-s qoftë këtu në Bruksel apo në Shqipëri. Ka qenë një zë shumë i fuqishëm Bashkimi Evropian në mbrojtje të SPAK-ut nga presionet politike apo mediatike. Ky është mesazhi që dua të përcjell. Të vazhdojnë të mbështesin SPAK-un dhe institucionet e tjera homologe në rajon. Jam i sigurt se nëse nuk do të kishim mbështetjen e BE-s dhe SBA-s, në ato forma që përmenda, SPAK-u nuk do të ishte në këtë stad që është sot. Dumani foli edhe për bashkëpunimin me institucionet homologe në rajon, ku tha se me vendet e rajonit, SPAK ka patur skuadra të përbashkëta hetimore, ndërsa veçoi si bashkëpunim më të mirë, atë me Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi. Mëteja ju shpreh se ka patur disa vështirësi me Serbinë, por shtoi se bashkëpunimi është përmirësuar edhe fal ndërmjetësimit të Eurojust.